Ligjet e gangsterëve, logjika e errët çrprek edhe jetën e njerëzve të zakonshëm. Në botën e gangsterëve, ligjet nuk janë të shkruara, por janë më të forta se çdo kushtetull. Ato transmetohen me fjalë, me shembull dhe me ndëshkim. Ato nuk janë thjesht rregulla për kriminal, por një kod i brendshëm sjelljeje i ndërtuar mbi besnikëri, respekt dhe frikë, dhe ndonë se duken të errëta dhe brutale, shumë nga këto ligje janë adoptuar pa vetdije edhe nga njerëzit e zakonshëm në jetën e përditshme. 1. Besnikëria është gjithçka, mos tradhto kur familjen, është rregulli i parë dhe i panegociueshëm në çdo organizatë mafioze. Në jetën reale, shumë njerëz aplikojnë këtë logjik në rrethin e tyre, në familje, në shoqëri apo në punë. Besa dhe qëndrueshmëria ndaj fjalës së dhënë konsiderohet vlerë dhe mungesa e saj shoqërohet me përjashtim shoqëror. 2. Mos flit kur shumë, kush flet shumë, humb shumë. Gangsterët më të rrezikshëm janë shpesh më të heshturit, edhe në botën e jashtme, njerëzit e matur në të shprehur shpesh perceptohen më të mençur, më të frikshëm, më me peshë. Një mësim i heshtur: fjalët janë të lira, por pasojat e tyre mund të kushtojnë shumë. 3. Mos kërko drejtësi, merr atë që mendon se meriton. Në botën e krimit, drejtësia jepet me duar, jo me letra. Dhe kjo filozofi, e gabuar apo jo, është reflektuar edhe në jetën civile. Shumë njerëz nuk presin më nga sistemi, por zgjedhin t'i marrin gjërat vetë në dorë. 4. Respekto ose frikso, përndryshe nuk mbijeton në lagje, në politik, në biznes. Kjo logjik, megjithse e ashpër, është shndërruar në një mekanizëm mbijetese për shumë njerëz që ndihen të pambrojtur nga sistemi. Në vend të drejtësisë, ata kërkojnë dominim. Në vend të dialogut, përdorin autoritetin. 5. Familja mbi gjithçka, por mos i beso askujt verbërisht. Edhe më i afërti mund të jetë armiku i fshehur. Kjo paranoj gangsterësh është bërë realitet për shumë njerëz të thjeshtë që janë tradhtuar nga partner, miq apo bashkëpunëtor. Ajo sjellje mbrojtëse, e mësuar nga jeta e vështirë, mbar të njëjtin mesazh: besimi fitohet me kohë dhe humbet për një çast. Aplikimi në jetën e përditshme, ndërkohë që ligjet e gangsterëve janë të lindura në errësirë, disa prej tyre, kur zhveshen nga dhuna dhe frika, mbartin urtësi të vërtet jetësore: respekto veten që të respektojnë të tjerët. Mos e jep fjalën kollaj, por kur e jep, qëndro tek ajo. Mos flit shumë, dëgjo më shumë. Familja është gjithçka. Mos i lër të tjerët të përdorin. Këto ligje, për sa të frikshme mund të tingëllojnë, na kujtojnë një të vërtet të vjetër. Në çdo sistem, qoftë ai i ligjit, qoftë ai i rrugës, ekziston një rend, dhe kush nuk e kupton rendin, rrëzohet.